Nga skena teatrore në pikturën ekspresive, nga Kosova në Gjenev, Ram Dardania është një zë i fuqishëm i artit shqiptar në diaspor, me një krijimtari që ngërthen ndjeshmëri të thella dhe tema të guximshme, siç është edhe fati i të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Ai ka ekspozuar në galeri të njohura evropiane dhe është bërë pjesë e institucioneve më të rëndësishme artistike në Zvicër. Së fundmi, arti i tij është ekspozuar edhe në javën e modës në Paris. Për të folur për të gjitha sukseset, sot në një linje të drejt për drejt, do zbulojmë pasionin e tij për artin dhe rrugtimin e një artisti shqiptar në një shtet të huaj, Rame Dardania. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjesi edhe juve. Si e Rame, si e zgjuar në këtë mëngjes dhe sa zakonisht zgjohesh herët? Sepse ju atje më duket se edhe më herët se ne filloni ditën, ë? Zakonisht zgjohemi herët, ku Zvicër dihet puna e Zvicrës, që është mirë, po të artistët është pak më ndryshë se punën e bojnë edhe natën, dhe më thonë në kultura, shkën ato pak mendimet të shfaqen natën, sepse edhe arti që e bëj, gjatë ditës që e shoh, reflektoj në vete dhe punoj pak më vonë. Po. Tema jem... Kjo vëret edhe të artistët tanë që i kemi këtu, se çdo herë është ky problem që zgjohen pak më vonë dhe rrin deri në orët e vonshme. Sigurisht, mirë po është knatësi se po flas me tanin tem atje dhe është një knatësi e mua, që nuk më prenda nacional. Padyshim. Rame, më thuaj se si nisi për ju rrugtimi në art, fillimisht në teatr, më pas në pikturë e skulpturë? Po shpesh herë këtë pyetje po bëhet kjo pyetje dhe tham që çdo njeri, çdo person është artist në vete, edhe çdo person fillon jetën me art, duke majtë mend atë parfimrinë tonë se kemi pas gjithë ne, ja fillojnë klujmë me bazë në lloçin që themi ne. Edhe dikush e merr më personale dhe vazhdon më gjatë, futet më shumë në art, dikush merr rrugë tjera. Edhe e mendoj këtë. Mirë po artin unë që kam fillu në teatr dhe kam pasi një farloj nevoje, sepse ka qenë edhe shërim shpirtëror, sepse luftat e nëj ka lënë pasojat e veta, edhe ndihmonte sidomos teatri që ato traumat e luftës ti mos t'i mbojnë vetat, t'i largoj jashtë. Kjo ka ndodhur përmes kësaj punës që në teatr e kam bërë. Kam lujtë disa shfaqje në Kosovë, mandej me teatr Kosovës dhe kam udhëtuar në vende të ndryshme të botës. Kjo është ajo arsyeja e punës që kam filluar në teatr. Po, sa kohë është bërë që jeni shpërngulur nga Kosova për në Zvicër dhe pse vendosët që të shpërnguleni? Po, ka një kohë gjatë që jam këtu, sepse me teatr thashtë më herët kemi bërë time jashtë vendit edhe këtu e njofta një vajzë. U dashurova edhe mandej veta në Zvicër. Të ka marrë atje, a? Ka qenë shumë. Po mi kanë rreq letrat. Por që kanë ndikuar pozitivisht pastaj edhe për artin tënd, që të na prezantosh dhe të na përfaqësosh dinjësisht njëve shqiptarëve. Sigurisht. Mirë, po nuk jam kani vetëm këtë problem. Edhe shoqja eme ka qenë kritike e artit edhe më ka ndihmuar këtë drejtim. Mirë, po kur ka marrë këtu ka qenë me vërtet vështirë me u kyç direkt në teatr, edhe e shëtesja delja se isha i papunë, delja i vizitoja qytetin e vjetër, rrugët e qytetit i vjetër, galeritë, i shikoja ekspozitat, ndoshta edhe se kisha guximin me hinj aty mbrapa. Në ato ekspozitat që ishin njerëz të ndryshëm, më duke shumë e paarritshme e punë, edhe nuk e mendoja që një ditë do të shëtitje, edhe do t'i shoh pikturat e mia në ato rrugë të famshme, të shtrenjta që janë me artistë njohur botëror. Sot është mirë, gjithmonë do të me kërku, do të me jetë përpara. Nuk do të më kanë i knas me retën kur, se nëse kalojmë nga knatësi është ajo gjoja më e keqe. Prandaj gjithmonë i tham vetes, do të më punu dhe mos më krahasu me të tjerë, nuk po krahasu, se kur fillon më krahasu me gjithë krahasim është gjëja më e keqe, që i ndodh një njeri. Shumë e vërtet. Cilat janë temat që e përshkojnë më shpesh artin tuaj ekspresiv dhe çfarë ndjesie përcjell Rame nëpërmjet veprave që vetëm i pam edhe ne në pamjet në ekran?
Po thash edhe më herët, arti jem është më tepër në imazhe, në fotografime të ftyrave të njerëzve që unë gjatë ditës i shoh ose bisedoj me ta. Nganjëherë ulem me ndonjë kafe dhe shikoj njerëz si ecin, si lëvizin, gjithë ose flasin me vetë ose kanë një ndjesi, probleme të tillë. Edhe ato ftyrat, ato emocionet i bëj përmes ngjyrave. Për shembull, qoftë si individ, nganjëherë i bëj edhe në mënyrë grupore, kolektive. Kjo është ajo çështja, se çdo njeri ka një botë të vetë, çdo person e ka një botë të vetë. Për shembull, piktura më e njoftër që u bë tash për këtë vit, ishte me një person i cili më kërkoi lëmosh për të ngrënë bukë të ndrejtë dhe thash, po ta bëj një ndihmë, po edhe një ndihmë ti mund ma bësh më. Tha, urna, atëherë mora me vetë, fillum pikturoj bashkarisht. Ajo pikturë ke shumë e pëlqyme në galerinë në qytetin e vjetër, La Galleria, dhe mbeti aty është e ekspozuar gjatë këtij viti. Fikoni që ta ruani ose edhe nëse ka interes për ta shitur? Po, më mirë është pikturën ta shoh dikur se ta mbajnë në histori interesante. Në atelje, mirë, po çdo pikturë është një diçka e shpirtit. Çdo pikturë ke një gjumë tonë, një diçka që ke bërë të ki një energji, një emocion. Edhe është edhe me çdo pikturë që ndonë është një lloj stemshmëri, një lloj muzike. Definitivisht. Më thuaj se si ndryshon procesi juaj krijues mes pëlhurës dhe skulpturës. Dhe cila të flet më shumë? Po, fillimisht kam filluar me pikturë, me teatri piktura, mirë po duke e parë sepse jam munduar që çdo herë të shoh edhe të blej se çfarë ndodh me artin. Edhe i mundu ato imazhet e mia ti punoj në pëlhurë dhe në skulpturë. Normal që piktura është një ndjesi më e butë, kurse po flas për skulpturën, metali ka pak më fuqi, pak më i fortë. Edhe këtu mendoj që e bëj një lidhje mes pikturës edhe skulpturës. Ne me sa kemi parë dhe të kemi përcjellur në rrjetet sociale, jeni ekspozuar në galeritë më të njohura në Gjenevë, në Paris, në Barcelonë e Milano. Më thoni pak për këtë eksperiencë, Rame, si është të ekspozohesh në këto vende ku vërtet arti zë vend shumë të veçantë? Po, është e vërtet, kam ekspozuar në qytete ndryshme, vetëm vitin e kaluar kanë qenë dikon rreth 15 ekspozita. Ka qenë si në Milano, Rome, Barcelonë, Bologna, në Gjenevë, mandej Paris. Mirë, po është një ndjenjë e mirë kur ti arrin që të ekspozohesh për shembull. Kjo nuk është vetëm për mua, sepse unë vetë kam një mision ta paraqes veten teme, kuptohet se para vetes kur e shkruaj një fotografi më parë shikon vetën tënde, më thon drejt tjerës. Normal që është vetja. Mandej familja, mandej vendi im shqiptar, se kudo që shkoj është fjala për vendin tim, për shqiptar, që jemi shqiptarë dhe dangërit, sepse nuk është e lehtë. Kemi për shembull një shikim, një paraqitje jo të mirë këtu më herët, tash ka ndryshuar, edhe mundohem sa më mirë ta jap një kontribut që të them që ne kemi diçka, sepse her pas here pyesin prej nga vjet, jam shqiptar të Kosovës. Edhe thojnë pas ka shqiptarë. I thëmë, i thëmë, hala në ka, po unë jam ka du mu bo. Mirë po shkoni edhe vizitoni artin, se atëherë janë një dhe emnat që kemë, emnat shumë të mëdha që kemë përbërë dhjetë, muzikët, sportit. Definitivisht, që na përfaqësojnë më së miri. Rame Dardania, nga historia e mbiemri Dardania. Interesante, për të përfaqësuar edhe më mirë. Është në bëni debat edhe më herë për mbjemrin, në mbjemrin e kam posë Beqiri, por e kam ndryshu për shkak ta paraqes vendin prej ku vija këtu. Sepse Beqiri ishte një dallim këtu edhe mendoj që mos po vi për një vendi. Prej nga vjen, këtu Dardania kam balet ta shpjegoj dhe ta bëj një marketing për vendin tem prej ka vi. Domethënë mbjemër historik.
Po pra, prandaj doja të di nëse është mbiemër i vërtet ose mendoj e keni si novë që njiheni, po do të thonë e keni mbiemër të vërtet, e keni ndryshuar. Jo, ne kam mbiemrin Dardania. Mbiemër i bukur që na frymëzon gjithëve. Faleminderit shumë. Rame, keni trajtuar temën e të zhdukurve të luftës së Kosovës, ashtu si që përmenda edhe në fillim të programit. Si e përjetuat këtë proces artistik dhe personal tuajen? Kjo ka qenë një ndjesi shumë e madhe për mua, sepse tema e të zhdukurve, edhe veti përkas luftës. Do me thanë këm dalë prej luftës, edhe unë aty në ekspozit, gjithmonë e kam pasë që ne më bëjë diçka për të zhdukurit e luftës Kosovës, sepse kam pasë shumë herë takime me nanët që kanë të zhdukurit, që kërkojnë ende presi, që ka një lajmë, një qka, dhe ka qenë shumë e ndjenjë. Aty nuk ka qenë vetëm ekspozita, aty kam qenë edhe ona, që me kam birja sa i parë ekspozita, apo prindja, apo këta diun. Ka qenë shumë një emocion i madh për mu, mirë, po kam qenë edhe i kënaqur në një farforme, sepse duke ditur se Gjeneva është qytet i organizatave ndërkombëtare të huaja, e zyreve të ndryshme, njerëzve me ndikim, edhe kam bë ekspozitën në shtëpinë e Artit të Gjenevës, ka pas një numër të madh që e kanë vizituar, edhe e kam shpjeguar gjendjen shpirtërore të vendit tonë, të njerëzve tonë, edhe besoj që ka pas një ndikim sado kudo me ngrit pak zërin për këtë çështje të zhdukurve, se pak është lënë harres, mendoj. Është mirë që edhe në këtë formë të artit të rikujtojmë sado pak. Sigurisht, tonë në vendin tem, të tjerë, secili do ta bëj diçka për vendin e vet, secili ta dy një gurit vogël, se dhe kjo është misioni i çdo personi, jo vetëm ne si shqiptar, por në shoqata dhe vendet e tjera njerëz që mundohen të bëjnë për vendin e tyre. Aq më tepër. Ne që jemi këtu dohet patjetër. Po. Rame, dua të potencoj edhe një sukses tjetër tëndin, jeni përzgjedhur artisti i vitit në një muze të Francës, që është e rallë, një artist shqiptar të përzgjedhet artist i vitit. Na flisni pak për këtë eksperiencë, si u bë kjo përzgjedhje? Fal punës time, ajo para muzeu Dan Gerbo, e kishte vizituar punën time, e kishte përcjellur punën time atë një parë si kuratore artit, dhe një ditë vetëm se po më shkruan, kështu një putë fuqishme e dhash, sepse çdo artist është ajo para, kur kalon prej galerisë, kalon në një muze, është një ngritje, Padyshim. Një motiv pak më ndryshe, edhe një motiv më i madh, edhe më e lehtë për të vartuar. Aty kanë ekspozuar, është arti bashkëkohor, kanë ekspozuar artistë të mëdhaj, edhe jam 12 artistë me mrena këtyne artistëve jam edhe në muajin tetor do të jetë i ndonë për mua, për punimet e mi. Para 2 muaj më duket ka ekspozuar Laura Chaplin, besa e Charlie Chaplinit, artistit ma, edhe tani ma kam edhe Mikesh. Kështu që mirë, është e kënaqur, jam i kënaqur, më falë. Po, përveç të suksesi, unë do doja që të potencoj edhe diçka tjetër, keni prezentuar edhe punën tuaj, veprat tuaja edhe në javën e modës në Paris, në Milano, më falë. Po, kjo ishte vitin e kaluar. Vitin e kaluar. Ndarjen e trofeve të modës, ishin artista të mëdhej botëror, e unë isha me pikturat e mia prezentate, ishte një mramje në thënë spektakulare. Jo që atë shumë më pëlqente ajo parë se unë më tepër kam shirë jam në galerisë, kam një hotel luksos që vetëm nata kushtohet 2500 euro për tjetër. Mirë, po ishte një përvojë e mirë, kish njerëz me ndikim në art, në kulturë, mandej në modë, se ishte edhe ndarja të trofeve të modë. Kështu që ishte një kënaqësi, ishte një rast shumë i mirë për mua, diçka pak më ndryshe. Rame, ke bashkëpunim edhe me artistët tjerë shqiptar në diasporë? Po, kemi bë 2 ekspozita, dhe këtu prej shoqatës Art Plus,
në Cëre, janë një grup i artistave të mirë, edhe aty kom ekspozu së bashku me ta. O ka një përvojë shumë e mirë. 2 ekspozita kanë qenë vitin e kaluar. Kolektive. Po, edhe prandaj falenderoj e jo. Po në Maqedoni, e ke menduar që të na vish me ndonjë ekspozitë? Po e kam mendu, se unë jam tash edhe antari i fondacionit të artistëve vej këtu në Zvicër, dhe ne bashkëpunojmë së bashku. Jemi 2 artistë shqiptarë, është edhe profesori shumë i respektuar për mua, Nevzat Kica nga Shkupi. Po. Edhe në muajin e ardhshëm, me 8 maj, do të jetë ekspozita në Montreux, do të ekspozojmë unë, mos të them unë i pari. Profesori edhe është një artiste nga Gjermania, Alona, do të jemi 3 artistë, do të ekspozojmë bashkë qyteti Montreux, një qytet shumë i bukur, galeria e bukur për ballë liçenit në Montreux, edhe është një kënaqësi. Do të jem edhe me një shqiptar aty. E as më tepër me një artist më si është Kica. Po, dhe më thonë, sukseset janë të një pas njëshme, përveç artit në piktur, ju keni edhe një bashkëpunim me festivalin ndërkombëtar të filmit në Gjenev. Çfarë përfaqëson ky rol për juve? Po, festivali i filmit në Gjenev është festival internacional oriental, mirë po ka filma ndryshëm nga gjithë bota. Edhe para 5 viteve pata një kontakt me drejtorin e festivalit, edhe po jap si opcion me pru një film shqiptar prej një vendit tonë, se unë nuk i ndaj të vendat tona, pak jam nacionalist. Edhe filmi i parë erdhi me regji të Fatos Berishës, u prit shumë mirë, mandej edhe këtu lindi ideja që çdo vit në festival të jetë një film shqiptar, mandej ka pas një film nga Shqipëria, Bolero në Villën e Flegjve, i treti me radhë, viti 3 ishte nga Maqedonia, Arben Thaçi me filmin i tretur, vitin e 4 ka vazhdu, edhe këtë vit do të jetë nga Maqedonia një film që luhet Regjo, është, të gjithë e kërkojnë Regjo, filmi i ri që ka dalë. Me i Bërdearin. Po, edhe po e kam parë film shumë i mirë, edhe presëm muajin qershor këtë film, në prezencën e artistave, deri më tani dikon 60 artista kanë qenë në Gjenevë, kryesisht për festival, e mos flasin edhe të tjerë që janë bashku këtu. Ka qenë jo festivali jo internacional, ndoshta mirë po kemi pas një prim sikur të ishte festival shqiptar. Po, keni ndihmuar faktikisht në përfshirjen. Po, keni ndihmuar në përfshirjen e filmit shqiptar në diasporë, që është më së nevojshme, kuptohet, për gjithë artistët. Sigurisht se do të ndihmojnë njëri tjetrin, do të përkrahemi njëri tjetrin. Edhe për shembull, më mirë të jetë një shqiptar këtu se jo, edhe ai që vjen këtu i jep diçka prej vetes, ndihmon për ta ngritur çështjen tonë shqiptare, dhe se jo çdo ditë, jo vetëm kjo, po çdo kënd që shkoj, ka edhe tjerë artistë për shembull, se nuk po duhet me mbilersu veten e ndihmoj, pastaj është kërcuar. Të në banë mire nëse përmen, mirë po ka dhe artista tjerë që e munduar të i paraqes aty ku ka mujtë për shumë në ekspozita apo dikun tjetër. Të lumë. Si e përgjeton faktin që sot jeni një nga emrat më të njohur të artit bashkohor dhe që jeni shqiptar e që na përfaqësoni vite me radhë? Ndashta mendoj më të njohur jo, se ka artist tjetër të njohur, mirë po të kryj punën. Një ndër emrat më të njohur. Kjo vret e keni dëshmuar me gjitha sukseset, që disa vetëm ne i përmendëm. Faleminderit shumë për vlerësimin, mirë për shpesh herë edhe mbas këtë pyetje që mësojmë në për galeria, në për aty edhe është ekspozita jem, ai je artist. Ti je artisti, thamë jo, nuk jam artisti. Po thonë që ti e bë ekspozitën. Po unë e kam bë ekspozitën, po mendoj një ditë jam artist. Se nëse thamë jam artist, veprimtaria, krimtaria, puna jem ka mbaruar me kaq. Një ditë do të jem artist e kur nuk e di. Kështu që nuk e dija jam... Këtë se prisja.
Por kjo Faleminderit. në bazë të punës suaj dhe mund të thuat lirshëm, kështu që jeni artist Faleminderit. i suksesshëm bile. Rame, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që bëre pjesë e ritmit ditës, edhe pse në këtë formë online, por shpresojmë që në një të ardhme të kemi edhe në pushime në Kosovë dhe të na vish edhe në studion tonë dhe të flasim edhe më gjëra dhe më gjatë për gjithë krijimtarin dhe veprimtarin të ndatje. Kënaqësia ishte imja dhe faleminderit shumë edhe juve. Ditë të mbarë dhe sukseset të më tutjeshme. Faleminderit.